s'kishim elan. Kur dilnim teren, me aq vullnet madh punonim. Me të thënë ekspedita, sot nuk jam merr mendja kuj që ka mund dikush me ba një punë tillë. Për shembull, në ekspeditën e fundit me profesorin Anton Qeta, si caktojshim me marrëveshje, pastaj u shumu numri punëtorëve, u ndajshim 2 ekspedita. Ma i kem mbledhin këshilli shkencor, ka po shkojmë këtë vit. Pasru ka me të Rugova, ka me të Karadakos e Shala. Një grup le të shkon Shalë, një grup në Rugova. Profesori tha, unë i kom bën vite, u kje isha ma i ri. Tha dhe unë po kom dëshirë me pa Rugove se nuk e dia ja dalë do të ma, se Bismalo. Apo vjen ekipin tim, thash, si jo profesor. Tha po, unë po të thirë, tha me mdimu, se bjeshka atje, se s'mund qaj magnetofonin e çantat e me rroba që i mershim për një mund. Thash profesor vi unë, edhe shku me profesorin Rugova 5 bashk. Rugova Bismalor, 2000 sa metra të hajla, 2450. 2 herë unë ngrit atër në hajl, mos e kam dëmtukte. Edhe profesori u herin, ishte i ranë 6-7 kg. Timin knejnë 2 kratë. Një valigje imja me roba në rresë, me një mund qëndrim. Edhe ti, a i merte plus botime, merte qese me kafe, cigare, plot se pinte duhonin, në përhod me shkemby duhonin. Mershim gjithu da shkemby ble, mi aqit një tjetërit. Se kështu ka qenë jeta, mës mi aqit cigaren, e të ke kush ka ardhë këvish në timen, po pinë, ha? Unë se pisha duhonin, kur se kom pi, po me vete i banim gjithë. Edhe unë garkojshim tepër. Kur kemi shku, prish të peqit madhë kur kemi qenë, për shembull një ditë, vendose me shku në Lazë Belopaq. Lazë Belopaq të hajla, atje, mas maje Sasonit. 9 orë në kam për pjetë të ra shi pa nalë, me mzik kemi arrit 9 orë ngarkum, unë e Rustem Berisha, profesori Anton Amlirani, së unë në përballaj, a i vazhdojnë tjetër fshat, edhe kemi mri. Kur kemi mri atje në orë, në përshi, pa u nalë, kur, fare shiu. S'na ka njofti Zoti shpis që shemi ba, në ashtini, në apritin i Shabani, duket e patem në Shaban e Zoti shpis, në odë në konak, bujte matnak, një shkollë për të proni ti, Lazi. Plot Rugova si në linjë, në rrit, Lazi nuk e din, se visit katuni më i lartë, atje i shkrejt, pak shpi, midis bjeshke. Shkolla me të drasa e punume, e në vend të karrikeve do trupa ahut prem për më ullë në zansat. Kur bind të borë, e mblën të atë pronin, këtat kësaj lagjes mushin me shku shkollën e mushke klasen me borë, për vrima plot, deri sa e pastronin 2-3 javë ndërprej mësimi. Edhe, kur jemi dalë, pastaj kem punu atë natë shumë, kem punu aty me të Zotin e shpisë, me do, unë Rusta, e në shëqnoj edhe një Rustem tjetër i Rugovë, se dishim rrugën, ne, mu këthy, u që i Zotë i shpis, ku po doni shiu vazhdojnë, ku po doni me shku, po dojmë përpej se kem takimin në hotel me to i, një natë, mu pastru e lam, e mu këthy prap me vazhdu. Aty, jo, tha më nisë o shitha, Shushica, kanjoni Shushic, rritet aq shpejt, a ju merë, ju qënë, ju mytë gjithë, tha shiu grumbullot. A i Rustemi ngulli kom, ja, e kemi lanë fjallën, profesor, ati Zotit shpis, duhet me shku. Nese, unë nisëm 3 vetish. Kur jemi hinë Gryk, për i ati fshatit aty, Belopaq, Lazë Belopaq, 2 katunë. Ka fillu reshja më rrit, ka fillu më mbledh, ka fillu më rrit në niveli lumit, se ishte se në përgur kalonim. Sikur kjo muri këtu, po binal, të thëmë 700 metra, kënej muri sten, shkambi gjallë. 5-6 metra dikun ngushtoj, dikun rritej pak. Ushtën të uj, bind të shi, se nishim njeni tjetërin, ka i themi, sa të ti u dashte, se të ki fuqimi, thanë. Rustem shko kalo që atje pak më afer, po duket më ngusht, të rrit në lumi, dënë me në marë. Në 36 vene o dasht me kalu, me këcy, prik t'i janë, në tanë, prej asajnë këtanë, se s'kishe kapi ke ujë shumë, diri kemi zbrit në Novosel. 36 vene. Kur kemi ardhë,
Kret këpucët poshtë u prishën 3 pata të terenit, kret gjoni poshtë u shqy, e ku mani thu për rakite, se ka aty rakita, është shërgje kuqe, e kom laku edhe e kom lidh 2 këpuca. Me që ato lidh sa une kam shku në hotel tash Dukagjini edhe nuk na pranonin mrena atë natë. Recepcionistët thështë sini ju për hotel. Se ishim balë, ishim lagë, kret, ujë na shkon të themrave, sigur për krukur të lëshosh. Edhe me gjitha ato mundime, këso ekspedita është kështu, në gjitha biset, në gjitha krahinat shqiptare, me t'i numru nëse të konvenon si dokument me të met dikun një njeri që i din se si din ma, kurrë si din, befasosh mbi 40 e sa krahina. E pastaj edhe me student, edhe jere, edhe në për Shqipëri, edhe në për Greqi, edhe në pjeset e Serbisë lindore dhe në gjitha në kam për materiale. Se keni kontaktu ju këto familje që ku thani keni... Organizoj, ka qenë organizimi shumë i mirë. Caktoj një për secilian nga 2 persona para nisjes, 1 muaj përpara, shkonim me ftesa zyrtare, me autorizime zyrtare, të vullosen nga institutit, në shkume nga drejtori, që një ekip për kaq vetash me emra mbi emra në listë, punëtori historisë, shkencor, i etnologjisë, për shembull Jonomastiks, do të qëndrojnë në komunën e juaj, në krahinën e juaj 1 muaj ditë, ose 15 ditë, ose kaq ditë. Ne shkonim komune, Ministrit Kulturës ose të Arsimit, të kryetari komunës, atëherë na që ishin të komiteti, se pa të shku komiteti s'mojshë me shku. Ata të komunës na dërgonin, edhe merrnim lejen nga ta, edhe tash, ju japnim detyra atyne, ja lenim me shkrim, shkresen, që jem zyrtarisht vi mas 2 javë, 3 javë, ose 1 muje, ata kishin për detyrë me na organizu në teren të vetin subjektet. Edhe ata i njifshin, se ishin të komunës vetë, e dishin këtë fshat, janë 2-3 plesh, në tjetërin janë 10. Cili ka odë më të madhe, ka filani, në odën e ti do t'jen 5, do të rini natë 2, në odën tjetër në fshatin tjetër 3 net, edhe të borën i caktojshin mu të bu plesht. Kështu që kur vinim ne, shkonim fshatin e dishim ku keme shku, se vishim komun, ata na jepshin tash emrat e fshatrave, sonte keni me shku në këtë fshat, ju pret filan Fisteku në odën e ti jeni. E në odën ti a i kishë thirë krejt subjektet, ishë mu shoda, grumbulloheshin 30-40 burra, 50 dhe ma shumë, deri mas mesnate. E kështu organizoj puna ekspeditave në teren. Për shembull, kur po them për Ugovë, ishim në Dugajev, një fshat, shkum vonë, profesori Anton, që ato ditë mbledh dhe i pikën legjendare. S'keni idenë, deri në ora 10 natës ne i bishin lautar prej katundeve tjera me kalit hypun në Samar, me kënu derin me ngjes kanë pike. Për mujnë, për Gjelezalin, për krejtë e pikën legjendare, ma kënonin me orë të tëra, a i në të nuherë. Kështu ka ndodhë. E çka ka qenë diçka më, për shembull, që ju kalon shumë për shtypje, që ka qenë breslonse që keni gjetën këto fshatra shumë të thella, që shtërujt ende. Që, po ju them, kështu shkarazi, se ka shumë e shumë, mund të flas me javë, me muj, pa nalë kështu hiq. Përvoj gjatë dhe gjitha i kam të shtresuar në trunin edhe për fat mirë, po mban kujtesa mirë për ato ditë, se kanë qenë ditë të mira në vullet që i kam kalu. Për shembull, kur kemi qenë shtupesht madhe, në odë, edhe bisedonim për historinë e fshatit. Se në fillim ekspedita kishim për detyrë, njeni me pyet cili ish ma i shkath pak, tjertë tonë shënojshin. Sot për shembull, jemi në fshatin Shtupec i madh. E u thesha pyetjet unë sikur se ju me mund tani. Shtupec i madh, sa shtëpi ka kaq shtëpi. Sa lagje janë, kaq lagje. Çfarë fisi jetojnë janë këta.
Çka ka këtu? Ka një xhami, ka një shkollë, ka një shtëpi kulture, po e zam, ka një mulli, s'ka mulli fare, po shkojmë poshtë atje. Ka shtëpi, sa banor parafërsisht, me çka mirën, cila është ekonomia aty, me ken keni miqësi, ka i keni miqësi, deri kur, a ka pas dyndjet popullsisë, po ka pas, ka kanë shku mrena Kosove, jashtë Kosove, në Shqipëri, në Turqi, në Amerika, Australi, kret, kur ka pas numrin më të madh këto vite, kur më të vogël këtu, si ishi edhe organizuar në atë kohë, po kur prej postermat gjithë të boshim, kur vi keni mësafir, gjithë në atë konak shkojnim lunim kapuqa dhe në mëngjes, kur prejnim një pul, 12 jetë fëtoni me amër atë pul, më në mëmen qëfar jetë organizume, afrume. Po, tjetër për shembull, ta shkallënim një histori, po në gjarë historike po, a i pat ata gurë, thot, shtupesh madhë që janë edhe sot janë gurë të grumbullum po, aty ka qenë kulla XY-nit, në atë kullë sa batarja i malit zi, kur ka ardhë të 13 këtu, ka ardhë me popin e kishës, patrikanës pejsë, me govatën e ujt, me kryqin e madhë të kishës, kanë ardhë këtu i kanë mbledhë rinin e këtij fshati, edhe mi au në rufen, mi au në gjitë emrat, edhe me i pagzu, edhe me hinë në atë kryqin, me i spërkat, me i pagzu, edhe me i ba slavë, malezes. Ka dalë nana, filon fistekja plaka, 4 djemë të veti ka pas në radhë, se këshin të tyri ishin grumbullu rësht, kretë banor të venit, edhe ka dalë ka folë të madhe, nëse më keni nanë, mu, nuk e pranoni ndrimin e fesë, letu kallin e letu pjeku, mos se ndrani fenë, jënda ata 4, i kanë marrë, kanë shtinë qëtë kullja, u kanë mshelë derën me drangë, me shullë, kanë ragu edhe do tjerë, 12 kanë darë që s'kanë pranu t'i ndrojë feja, të 12 i kanë futë në kullë, kanë marrë talë, kanë shtim mrena, ja kanë futë zjarin, i kanë kallë për së gjalli. Ora rënu kulla. Disa tjeri kanë vra këtu me batar aty, këtu me armë, ata tjerët aty. Edhe ajo kullë së dështë rënume, ata gurë janë aty, s'kanë ngritë kush kullta. Këso rëfimesh, për shembull, që të trishtonin gjenshe. Në bogë, bisedoja me një subjekt, po mi thoi një grue drejtë si qiri 84 vjeqare, dinte kishte veshin, punoj subjekt i mrekullueshëm. Edhe po e pësëne. Jo, pyta, a ka grut vjetër që din për veshin ma e vjetër që jo punu veshja, prej fillimi deri në fund. Po më rëtha, që shje Orada. Kush? Rada. Thash më shqiptare, po më duhet mu. Po shqiptare është. Tha, po Rada ka emrin. Pse emrin Rad? Tha se ja ka ndru, kur e ka ndru fejnë 13-ën, e ja ka gjitë e tash fshati bën shaka me te, thët ku i Rad. Tha e ka pas emrin Rab, e ja kanë përshtat malezes, salbatarja, e i ka thonë, ti do të quësh prej këti momenti Rada. Salih Stanko, mja përshtat Stanko, ja ka caktu festat fetare me i majtë, gjitha ato, edhe ka shku pasaj gjendarmeria natën, tu i përcjell, a pe majnë Bajramin, as pe majnë, a pe majnë këtu, as pe majnë. Edhe kësën gjari shtu nga tereni trishtuse, 3 herë rrugova është djeg e pjek, evokojnë vendasit, që as kolib e qenit nuk ka met pa u djeg se le ma shpi. Kanë shku, kanë jetu në shpellat e mbi Shkodrës. Edhe kur është tërheq mali zi, janë këthy në vendin, kanë ndërtu shtëpit e tjera nga druri. Kanë vazhdu eventualisht, ka t'i par dikun me gur e dru në altë. Edhe 3 herë është bërë rafsh me tokë. Pra, 3 herë. Ka pas rrugova 13 fshatra, me 2 lagje më ndë i bon 15. Dikur vonë edhe 3 ushtu në bon 18 fshatra. është ndame në rrugove në Sirme, ata e qujnë edhe rrugove në poshtë me ka të Lumbardi këtu. Hajla është kufim bjeshur, ama i nalë 2 herë jam ngritë ma e hajle në përbor. Dimër, edhe tash kufirin, po thonë është në hajlë. Kufiri është të tuneli i Baranës poshtë, do këtë prej hajle atje poshtë. Po thot, ne kanë mashtru mas lufte, ka thonë,
këtë malat, ramin e nej, leni shtetit si ju vinë taksat e mëdha tatimi i madh. E shfrytëzoni vetë, po lene. E kemi lanë, tha, kam jetë malëzia jona. E tash edhe hajlen ja dhanë malit zi, edhe qakorrin e malit zi që kom kalu disa herë në për qakor. Nuk ka lesë ndërgovë që si ju kom afru. 2 muj ditë kam qëndrim, pjetje, bujtje në eksplorime, kështu bujtje 2 muj ditë. 60 ditë në për mëngjesim rami. Sa ekspedita individuale, ditore, mos të përmend. Edhe ashtu në për gjitha krahinat e tjera të Kosovës. Cila krahin ju ka dogme, për shembull, më e pasur sa i përket huajtjes? Rutje se trashëgimisë, traditave, po. Shqyqoni, është një ligj i pashkruar, po që rrethanat, kushtet historike, edhe shoqërore të sotme bëjnë transformime të shpejta. Zakonisht aty ku është rruga e shtruar, ku është e kurudha, aty janë edhe jeta dinamika tjetërpare. Edhe shumë shpejt këto zonat e ulta kanë fillu me humbë trashëgimin. Pse? Është veprimtaria e parë, jashtë primare, jashtë bujqësie, jashtë blegtorie. Fillon universiteti, fillojnë fabrikat, punësohen në arsim, në ekonomin, tregti, edhe aty është e reja, televizori o mrena, fillon mu harrua jo e vjetra. Zonat e tërhequna malore e kanë ndrujt ma gjatë. Edhe në kohën kur ne ishim, prandaj vraponim të eksplorojmë materialet në ato zonat e thella i qunim malore, si që ishte Rugova, si që ishte Hasi, si që ishte Opoja, me thellë malore, nuk ishte depërtu e reja kret. Hala kishte jeta tradicionale me bujqësi blegtori. Hala punoj veshja, punojnë veglat dhe mjetet e punës, instrumentet tradicionale, besimet e bestytnit, rritet e motmotit, rritet familjare, doket, zakonet, dasma, fejesa, martesa, zakonet mortore, ishin të tradites, ishin thellë. Prandaj ishte Opoja, ishte Gora, ishte pjesa e sharrit atje Jezersi, Karadaku i Gjilanit, që po i themi Shkupit, tani deri te Kumanova, ishte Shala e Bajgorës. Këto ishin atraktive ende. Të tjerat kishin fillu me të shpejt me unë traditat. Edhe brezi që transmetonte kulturën rralloi shumë shpejt. Se mosha e bën veten, edhe tash modernja i tërheq, fillojnë disa me thonë, e kaluar. Fillojnë eksponatet me vjel të huajt nga jashtë. Fillojnë lypsart me marë plot eksponate të veshjes. Me dorruza ose fal jepshin qystekun e sahatit, meshin rruza për me punu ku me ditë s'ka pak. Desha me thonë, a keni dalë edhe jashtë rajonit që ka qenë hapësira Kosovës, ku ka pas shqiptarë, për shembull, brenda ish Jugosllavisë? Po që. Instituti Albanologjik, kur është themelu? Është themelu si institucion shkencor për studimin e trashëgimisë kulturore, materiale, shpirtërore, artistike edhe shoqërore. Dhe më thonë, nga lindja deri në varë, ka pas 5 departamente, 5 degë të themeluara në atë kohë, edhe secila me disa punëtorë, ka qenë dega e historisë, dega e onomastikës, dega e gjuhësisë, dega e etnologjisë, dega e folklorit dhe dega e arkeologjisë. Dhe puna bëjnë në teren, arkeologët në fushën e vetë në gërmallat arkeologjike, në topogërmallat në tjera, fushën e vetë. Historia me subjekte të gjalla, me kërkim dokumentet vjetra, dëshmit ndryshme për ngjarje historike, onomastika për emërvendet e toponimet, makro, mikro toponime në kretë hapësirin me evidentu, vetëm kapelet e vendbanimeve të mëdha janë slave, për ndryshe kretë mjedisi i hapësirës shqiptare është Shqipe e pastër. Ti mund t'i thosh për shembull atje Leskovik, në jug që kanë arrit deri në jug të Shqipërisë, fusha e Lajthisë ose e Konispolin, cep me Greqinë, po kur të futesh mrenda
kretë vendbanimet e toponimet e vogla janë Shqipe. Ashtu edhe në Kosovë. Kështu që instituti kur themelu vetëm për Kosovën. Këtu mrenë si institucion. E tani, kemi pas aspirata synime me dal jashtë ku ka shqiptar, për krejt shqiptar, po në fillim nuk lejonin. Për shembull, në Maqedoni kem kërku me dal disa herë, nuk ne ka mundsu Akademia e Shkencave të Maqedonisë me dal, se e dishin se do të mbledhet material për kulturën shqiptare. Malizi nuk na ka leju hiç, me qenë se ishim administrativisht lidhur më shumë me Serbinë, për shembull Medvegjë, Tupall, ne kemi dalë. Se ishte territor, kemi hulumtu Tupallën komplet, Toplicën, tani kam qenë individuale deri te Molla e Kuqe, deri te Haskovon në Bullgari, kam qenë këtë pjesën prej Liçenit, te Vllasinës, Surdulicën, Maqkaticën, krahinat më të vjetra që kanë ikë shqiptar prej dhunës 1867-78, ku kanë ikë, i kanë me masakra për Siri që kanë shku. 13 fshatra janë në jug të Sirisë shqiptare sot, prej pasardhësve të vendbanime fshatrave të Surdulicës dhe Maqkaticës. Edhe i kemi vizitu, i kam vizitu gjitha ato. Në Malzi, vonë 79 kemi dalë, 78 edhe 89 në Malzi, kemi vizitu atje Hotin, Grudën, Trieshin, Kojën e Kuqit, Koritat lartë, Plavë, Gusi, Vuthaj, komplet. Vitin më vonë tani Sanxhakun, Pazari i Ri, aty kam qenë një ekspedit me të fakultetit, ekspeditat 2-3 ekspedita kam qenë vetë në fshatrat, pe Pazari të Ri, Delimegje, Glogovik, Sjenic, Tutin, Rëzhaj, këto fshatrat Rëzhaje, ku flitet Shqipja, Besniku, katuni flitet Shqipja, Draga, ku punon shtëpit e Drunit, Bollotiqi, e mos t'i përmend gjitha tash i me radhë, ato i kam kalu në kam. Kam kalu dhe pjesën e Greqisë, me ekspedit institutit organizume si ekspedit turistike, Kemi hynë Qamri, kemi hynë pjesët e jugut, deri te Korinth kemi shku. Pastaj kam qenë individualisht edhe disa herë. Atje, krejt e mërtimet, si thash janë Shqipe, Lumbardhi, këtu ka bistrit që kanë fut slavet, atje se kanë prek, është Lumbardhi për shembull. Te Athina, Omonia, pri qendrës e Athines, Omonia, kur shkosh te Akropoli, një fush, ka met një objekt si Gërman, topo Gërman, arkeologjike, një objekt i madh, gjysmë atje i ka ra harku. Aty është një fushë e madhe, objekt ka qenë kohës antike të Greqisë. Ka kalon një udhëpërshkruesa studius francez, aty në vitet e luftave ballkanike, thot po është do fëmijë po që lozin me top aty, po nuk e flasin as gjuhën e slave, as greke. Kush janë ata? Pyet, i thonë janë Arvanitas, flasin Shqip. Poshtë është lagja Plaka te Akropoli. Krejt janë Arvanitas. Aty Greqia në mbrëmje mbyll komunikacionin, është e qetë. S'lejojnë me kalu, se sikur me të themi tash sheshi ynë këtu, te Skënderbeu që s'ka komunikacion. Lokalet punojnë deri në mëngjes. Aty shkojnë për qetë, bën qef, pin kafe, biseda, rrin, quhet lagja Plaka. Dhe ata të vjetrit dhe aty të thonë se Akropolin e ngritëm ne të parë tanë edhe ne e mbrojtëm deri tash. Do të thonë krejt Shqip. Prej Omonias, qendra e Athinës, kur të dalsh 20 kilometra lashtë Athine, ka të vjetër pleqnë për fshatra që s'din greqishten nëse s'janë tregtar, s'kanë shku në shesh, ose nëse s'janë shkollu. Vetëm gjuhën arvanite flasin. Për shembull, 20 kilometra është prej Omonias, fshati Vila. Këte po flas, kemi qenë me ekspedit me institut. Ishte dile, na qoj një Panajot Pano, Arvanitas, e kish banesën në Athinë, tha jo, do të shkojmë, tha aty, tha e kam shpinë në Vila. Do t'ju presa si pas tradisë shqiptare, me gru dhe me vajzë. Një vajzë kish Elefteria, kishte emrin Liria, edhe studentën Paris.
Kur kemi shku, na ka prit në shtëpi, me mëngjes, kemi hyrë, kishin dalë të dyrë të burrit, edhe me femnat kreti pritte me gonxhe, lull shege, të më dha që e shega, edhe mirë se erdhë, na ka fut mrena, tha ju jeni oksigjeni ynë. Në atë ekspedit ka qenë profesori Drizajeti, Mark Krasniqi, nga jashtë institutit na lutën me i marrë me vete, Azem Shkreli kanë qenë, profesori Mark dhe profesori Driz kanë qajtë si fëmijë. Tha na nuk e pas kemi ditë çka ka këtu. E kemi mendu krejt ndryshe që s'ka ma Shqipe këtu. Edhe kur kemi shku në qendër të fshatit, kishim pas fest fetare edhe shtetënore, dil, e kishin qitë tavolinat, festojshin jashtë, 2 priftri grek kishin qenë matë uniformën e tyre, kur po vjen kryetari bashkisë i lajmëroi dikush, kanë ardhur patriotat na quajshin nga Kosova. Ardhë dhe ka pyet, kush jeni ju? Jemi nga Kosova, nga Instituti Albanologjik. Mjaft, s'ka nevojë më. Jemi vëllezër, por flem veç. Kryetari bashkisë, biolog kishte qenë, dhe jemi vëllezër, por flem veç. Edhe i ka urnu, thot, edhe një rend tavolina dhe karrika për këta, një autobus, ishim 50 vetë. Na ka tubu aty, edhe ardhë me ne, na ka prit në fest, na kanë përcjell. Kur imi dalë mas 4-5 orëve, kem vizituat fshatin, kishën e fshatit, një muze, na kanë përcjell prej dhoma ku marrën vesh, i gjithë fshati, femnat në përdritare në balkonet shpive me faculeta, deri imi largutu na përcjell. E ai tha, ne këtu tha jemi, greku tha na trajton, tha sikur ju atje, si ju trajton? Kryetari bashkisë po flet, tha na thonë shqiptarët janë koktrash, truti kanë mrapa, kështu na quajnë grek, tha, se tha nuk mujnë me ne mushti. Tha dhe një barcolet po ja u tregoj. Shkon jeni, tha një grek, futet në një pyll të madhe, merr tha një baskit madhe po e ngull na, pa hudru, edhe po ra me që kanë. Po hec, ajo baskia po futet, një moment tha unal, po në shanë s'po hec. Thët, ku hasi sharra tash, kjo goshta në qka baskia, këthet mrapa aut, e shethe një arvanitas, ishte pështet për drurin, tha, edhe koke nuk ja shponte. Tha se na frigon, tha, thonë kokë fort. Na frigon e shqiptarve, sikur ju atje. Tha se me nesu në qojnë. E një më ka rastis aty, një gru në kiosk, shite gjësendet kioskut, cigare, ku të di qka. Edhe po e pysim të levizne pra dhe arvanit e gjumë, për pak e mësën e kuptan. Thash, shqiptare arvanit e po. Thash, din të qka me në thonë për arvanit, ne jemi nga Prishtina këtu. Di qka të doni, Thash, ma në mendi qka? Tha, qka po doni? Thash, a din në i ninull, të izat, ka rrit gjyshe aty, ma si po thu jam, po se, tham, ka rrit. Tha dhe i di kongë që mi ka këndu, e pastaj unë ja këndoj, tha, fëmijëve të mi, kongë të gjyshes. Cila është ajo kongë? Vera kuqe ke potiri, qika nanes pran gjiri, tha dhe për kunin djep. Vera vena, potiri është e në dheu. Vera kuqe ke potiri, qika nanes pran gjiri, shqip, ninulle. E tani gjitha fshatrat, po i them, apo mi tregon emnat e këtyne bjeshkve për rreth ati fshati, po, ajo quhet pastra. Ishte një bjeshke zhveshur, s'kish druj fare, pastra shqip. Po kjo tjetra këne, kjo lështuri, tha. Lështuri, pse? Tha se shef si ka bretha, si kur lesh i lopës, i shpesh, lështuri. Ky lumë, kështu, aj spata, kret emërtimet shqipe, guri pelazgut, shkambi pelazgut, kret emërtimet pelazgjisht e shqipe të greqi. Prandaj, është me interes të tepër të madh, deri te Olimpi poshtë, me shku Korinthi, krejt ato fshatra deri te, si të futesh këtu, ku kam shku te manastiri, ku të futesh Larisa, Konica, Kosturi, Janina, pastaj kthehesh Gardhiqi, kthehesh edhe del atje në park, në art, në Prevez, rreth dhe për qark që krejt mrendia, Dodona, ku shkosh në Dodonën plak, që është aty.
ku ka ba profecit e veta Zeusi Pelazgjik. Krejt ke vetëm Arvanite, Shqipe, shumë interes. Pastaj janë fshatrat thasht Malit Zi, ku kemi qenë, krejt shqiptarët pasër etnikisht, Koja Kuqit, gjitha fiset, i kemi kalu në kam. Kemi kalu në kam krejt ato krajina. Për që i thatë fshatrat shqiptare, këta kanë, në më thonë, gjatë historisë janë dynd në për këto venda, apo kanë qenë... Jo, krejt janë autokton. Të gjithë janë autokton. Shqeqoj historia e Kosovës, mirisht e Kosovës ma shumë, po dhe Shqipërisë, aty afër janë. Jenë mësu që shkandasht ideologjit e lindjes, nuk është leju të preket ma tutje. Jenë mjaftu dikun me i lirë, dhe i shqiptarët i lirë, ma thellë mjafton s'ki nevoj tutje. Balkani, komplet Europa juglindore, kur mësohet antropologjia botrore, kur mësohet autoktonia, komplet archipelagu i Mesdheut, kanë qenë pjellë e bardhë thirë, pastaj vinë Pelazgët, pas Pelazgëve vinë 3 ata vllazërit, Ilirët, që formu Iliria këtu, Gadishu Ilirik, janë Thrakasit, Rumunet, vllazër janë, edhe janë Macedonasit e vjetër. Edhe pastaj kalon prej Ilirije, kalon në të Arbrorët, me sjeta hershme, antika, prej Arbrorëve kalon të Shqiptarët. Kjo është historia, komplet Ballkani janë. Kur shkoni me vizitu, kam vizitu për shembull Bosnën. Ka të shkosh në për fshatrat të Bosnës në Mrendi, duke filluar nga Banja Luka, nga Bihaqi, nga fusha e Konavlis, me Likën që përmena para, vjen në Konavli, është një bjeshk mosori quhet prej Splitit. Futesh është fushë karstike, ka vendbanime të tana, atje veshja është tipike shqiptare. Muzika, melodia është shqiptare, plot fjalë ruhen shqipe, qeni, bariu nuk di me thonë pas. Po thot qeni, as bosnjaqe jo, po shqip qeni, kali ti thot kali, a më kupton. Pjesë të veshjes, ku nalesh edhe i pyet, çka janë këta gur grumbuj në përfushën e Konavlit. Thot Ilirski tumulli, Ilirski tumulli, thot, vendosi, bosnjaqe se ka bogumilizmi e kanë stavizu gjuhën Bosnë, ma herët se në Sanxhak, që e njëjta po ndodhën në Sanxhak tash. Ku janë krejt kelmenda, s'krejt shqiptar, në vitet 70 krejt kanë qenë me Tirqi, burrat për shembull, me Shoka, me Koporana, me Gjyrdia, me Plis me Shall gjatë, me gjitha këto, tash flasin bosnjaqe. Ka ardhur, ka rrit me presion të vazhdueshëm të hapjes së slavizmit. Bosna shkon ti në Sarajevo për shembull. Futesh në muzeun vendor Sarajevës, Zemalski muzej thonë ata. I ki 2 lundra ilire, aty e kanë të shkruar tekstin, 2 lundra ilire, për një drunë, që kanë lundruar në lumin Drina dhe Bosna me to, edhe plot eksponate tjera ilire. Alojz Benas ka qenë ilirolog, ma shumë ka kontribuar për ilirologjinë se Kosova. Plot e kanë atë revistën Ilirski Vlasnik. S'mendesh kur ta lexon. Po ti kur ndalesh tash për shembull e pikën legjendare, edhe shkon shënon e pikën legjendare në Banja Luk, komplet figurat mitologjike, me Mujn, me Halilin, me Ajkunën, me 7 Gjergjelezaliat, me 7 Omera, deshta me thonë, me Gjergjelezali. Krejt teksti është i njëjtë emrat, vetëm gjuhë slave. Në Ugull një katon këtu të Rëzhaja, ka qenë një farë sali epik, ka këndu, Amerikanët e kanë inqezu. Ai ka qenë bilinguist, në gjuhë ka këndu. Dhe kanë inqezu edhe sot ruhen në Harvard, bibliotekën e Harvardit, konga epika për njëtit lautar, edhe serbisht, bosnjaqe, vërtet në gjuhën bosnjakëve, edhe është dialekti i slavishtes, edhe shqipe. E njëta kongë, se i njëti trunë, shqiptar, njëta gjanë. E është marrë
janë glabru. Slavët këtu, shekullin e 7 kanë ardhë, kanë fillu me depërtu të metohet, të kishat. Shekullin e 12, me Nemanjen edhe Cardushanin kanë invadu me pushtu e janë të reqe anë, për ndryshe, pse mësojnë këta historinë vetëm nga mesjeta, se s'kanë që ka prekun më thellë, pse e lanë se dim ku të gërmosh, deri në Gjerdap, shko, ku të gërmosh krejt deli lire, krejt i mbulojnë, çka të mersh, në sipërfaqe, nën sipërfaqe, janë i lire, Brionet e Titos, krejt archipelagu i Adriatikut, 1353 ujdhesat banume pa banume ka archipelag, krejt e mërtimet janë mleti, ka sot emre mlet, Isa, Visi, këta e kanë adaptu pak Vis, për shemë, Mlet, Lastovo, Palagruzha, Kërk, prej udhesesh Kërk dhe Braq, janë gurgdhenësit të varreve e arbror i lirë dhe arbror, që janë shpërngull kanë kalu në Itali për zanatin e tyne, edhe kanë formu shtetin mrena Italie, qytet, San Marino, kret janë i lirë. Edhe ata e di, në Retva për shembull, në Arora në kohën e lirëve e qujtur, deri te Visi, kret ky Ballkan është, por nuk kanë leju, s'ke guxu me përmend, edhe sot, kur dalin plot reportazhe, duhesh të çmendesh, me Buk Kotorit, ku ka qenë Teuta, me kret. Një Shpiro Kulishiq, etnolog në Beograd, ka qenë profesor i ngritur, që nuk i gjinet shoqi, e ka thënë të vërtetën për këto troje në punimit e tij, por nuk e ka dash. Shkolla e Beogradit e ka nurre, edhe ka qenë Slobodan Zečević i Beogradit, që ka lënë disa punime të mirëfillta, që i lirun për nacionalizme, se ku të flet për Acen Dinaride, kush ka qenë brajocefale, daliocefale, kokat ku fillojnë, ku dalen substrati krejt i lirë. Po që ka me bo, historia kishte kështu. Duhet me folë me shekuj, këto ngjarje të terenit ku shkosh e t'i gjenjsh. Me rosh kur t'i gjenjsh, thuq, a është mundu në kjo kështu. Edhe sot ata thonë, Kosova t'jepi serbizmit, Kosova është Serbia vjetër. Pas kanë ardhur me helikoptera për te i Karpatave. Kur futesh në mitologjinë e popujve këtu, që ai Zečevići ka punu shumë këtë fushë, ti nuk gjen, ka premje si me thik, s'do këtë zakonet, mitologjia, besimet, kulti, panteoni hynor, grek s'kan panteoni hynor, pelazgjikët e kanë pas. Këta grekët e sotit janë populli i ardhur aziatik, si që janë bulgarët, e ende i pa formum si popull. Se kom hiq, po si popull njëre për të formu. Prandaj, në mitologjia i qetë fush gjitha ato. Gjitha mitologjia periudha pagane. Ato, mandeshi që, ku ban rritet kultike shqiptare pagane? Njëjtat maje. Ku ban slave, janë endacake. Sot këtu, mas një të gjeneratin i vend tjetër, si janë lidhura për kulti. Të morri, prej që ka linë njeriu, aty i bën shqiptari. Ne pashtrikun e juj, aty të hasi, edhe të gërëzhupi në piklim, e në gjallic, prej që ka linë, aty në majet shkojnë, bajnë flijime, prejnë kurban, prejnë së tokë e tyne, të tjerë shkojnë, pse shkojnë aty slavë, me bo kurban me therë, pse së është e tyre. Ata dojnë Prishtinë, dojnë Gjilani, qytetin, nuk i kanë rajt aty, së tokë e tyne aty. Mirë po, njërë kemi qenë edhe adipse, se vetëm pasarësit e pelazve, pjellësbarë dhe i lirëve janë vetëmi shqiptarët këtu. Të gjithë të tjerët janë ardhacak. Edhe është një thani latin, janë miku tim, është miku im. Prandaj këta binë në një gorë dakordësi binë. Foli sa dush Amerikani ti për autoktoni, nuk e donë. Se donë se vetë është i shkum në Amerikë. A më kupton? Nuk e donë. A i thot, a i ku jeton, ati i takon toka. Edhe të përkran këtë aspekt. Po aty në ka qenë i madhë, se kemi pas shtim madhë demografik, edhe kemi qenë edhe si popull, në qëtë gjep të vogël, po kemi qenë shumë, jemi shtu shumë, edhe kemi mbijetu. Pra ndaj s'ka vatë në qarë dhe në fundë me thonë, këta ko kanë shumicë, duhet me fitu lirin, se me pa re telin e autoktonisë, bila s'kish përkra kushiq, po, thot, po jetaj ke, pra ndaj në ra mirë edhe me kutin
e numrit banorëve edhe me të trashëgimi se kemi met, si tras në këtë pjesë balkonit, si tras kemi met, mos që di që shkemi jetu, a shumë që di.